ty është Islami shqiptar dallon nga Islami klasik atje, se un kam edhe ca përvoja, kështu që kam qenë edhe në Mekë. Kemi qenë një grup gazetarësh dhe pak a shumë e njoh atë pjesën se si pse jemi në një Islam liberal. Ne jemi një Islam, nuk po them liberal, ne jemi një Islam. Siç ka një ngjyrë tonën ballkanike shqiptare, sepse është në natyrën e besimit Islam, i cili çdo lloj tradite kombëtare, kulturore, e cila nuk bie ndesh në Islamin, e mban, e ruan, e brendson. Pra Islami zgjerohet, është zgjeruar pa nga Meka në Medinë dhe në rajonet e tjera, Irak, Siri, vende e Magrebit, Jeruzalem, Palestinë, Egjipt me radhë, në Europë, edhe kudo ku shkonte, çdo lloj tradite kulturore, çdo lloj virtyti i zonës, çdo lloj norme zakonore që ishte halal, po themi, pra brenda Islamit e pranonte dhe lejonte. Kështu që Shqipëria ka patur ato gjërat e veta, kulturën e vet, gjuhën e vet, muzikën e vet, këngët e vet, sjelljen e vet, natyrën e vet. Ne jemi një vend në Europë. Pra, siç Islami nuk do jetë si Islami në Riyadh apo si Islami po themi në Buenos Aires. Por ama thelbi i Islamit është kudo një lloj. Është një Kur'an, janë kolonat, pesë kolona. Tani për ta mbyllur këtë, fjala Islam është paqe. Tani edhe këtu në Shqipëri ka disa tendenca, disa devijime nga ky Islami që thatë ju. Po, besoj se mund thuhet kështu. Shiko, pa hyrë, unë nuk jam teolog, po megjithatë e praktikoj, unë sigurisht që kam njohje modeste mbi këtë gjë. Njerëzit mund të bëjnë leximet e veta, por ka një mainstream se si lexohet. Një tekst apo një kulturë apo një besim. Islami ka nga pikpamja e akides, si themi ne, nga pikpamja e doktrinës ka 3 shkolla që janë mainstream. Ato 3 janë secila në rregull. Ka dhe 4 shkolla të legjislacionit. Edhe ato janë të 4 në rregull. Nëse dikush kërkon bën një lexim për te këtyre shkollave, siç mund të jenë, ku diun, ata që ne i quajmë vahabist apo ata që ne i quajmë selefist, ky është një problem që nuk ka të bëjë me mainstreamin e Islamit. Pra, lexime problematike njerëzit do bëjnë. Ke qenë në Mekë? Po. Sa herë? Një herë kam qenë. Kam kryer haxhin, si më thënë. Do të thonë je haxhi? Po, jam haxhi, mund të quhem. Do të thonë mund të quhesh haxhi. Haxhi fitim zek. Absolutisht po. Si miliarda njerëz në botë që kanë qenë haxh, po patjetër. Jo, kam qenë unë në Mekë. Po ju ndoshta nuk keni qenë periudhën e haxhit. Apo në haxh? Ne kemi qenë të ftuar nga Ministria e Kulturës atje, po bëm rritin. Kemi qenë një 10-15 gazetar. Kuptoj, po haxhi kryhet në një periudhë caktuar të vitit. Nuk quhemi haxh ne. Tani që flasim ne, sot që flasim ne, haxhi ka përfunduar dje. I këtij viti. Ne nuk kemi qenë në një periudhë me sa kujtohet. Por vajtja, vajtja në një periudhë tjetër të ishte një gravitacion, do një tërheqje gravitacionale, që unë jam befasuar. Ishte një mrekulli, me thënë drejtë. Po nuk diskutoj fare. Më mrekullove me këtë pjesën personale. Tani vinte ajo që quhet pesha e rëndë. Tani ju thot Partia Demokratike të dhëm kjo në 4. Pse? Çfarë ka ndodhur? Se ju keni qenë kritik ndaj Zotit Berisha, mbështetës i Zotit Basha, kritik ndaj Zotit Basha, por këto si keni bërë më herët? Mua kjo më shqetëson. Shiko, e drejtë është kjo, domethënë, unë nuk kam qenë kritik i Partisë Demokratike, po themi zyrtarisht, deri nga viti 2021. Edhe për një arsye se kam qenë pjesë e strukturës. Unë ca kohë kam qenë antar i Këshillit Kombëtar dhe antar i Kryesisë së Partisë Demokratike dhe po mira. Jo, dakord, e pranoj unë atë dobësi. Nuk kemi supe ti përgjegjësi. Jo, patjetër, po. Domethënë, jam përpjekur që gjatë kohës që kam qenë antar kryesie të mund të mos dal publikisht kundër qendrimeve zyrtare. Unë kam dhënë parim timin që njeriu duhet të sillet në përputhje me statutin, me statusin që ka. Pra nëse je gazetar, si gazetar, nëse je inxhinier si inxhinier, nëse je president si president, nëse je pedagog si pedagog, pra nuk pëlqej njerëzit të përzihen shumë statuset. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë është që për mua Partia Demokratike në vitin 2021 e më pas prishi dialektikën. Nuk është problemi pse gjërat janë keq. Janë në kuptimin dialektik. Kush është fajtori? Mendoj që fajtori kryesor është Sali Berisha. Pse mos themi Lulzim Basha? Jo, Lulzim Basha ka gabime dramatike. Jashtëzakonisht. Dramatike. Por nuk prishi dialektikën. Çfarë do të them unë me dialektik? Ka një dikotomi normale, A-ja dhe B-ja. A-ja dhe B-ja, A-ja mund të jetë mirë, B-ja mund të jetë shumë keq, por B-ja përpiqet të bëj aq sa mundet ajo mrena gjërat veta. Nëse B-ja fillon të punon kundër vetes vet, është prish dialektika. Çfarë them punon kundër vetes? Sali Berisha doli dhe sulmoi Partinë Demokratike. Institucionet, Kryesin, Këshillin Kombëtar, tha këta janë pengje, janë të kapur, janë të shitur, janë të blerë. Ndërkohë që për 8 vite me radhë nuk ishte bërë këtë gjë, se nuk do ishte prishje dialektikës kur ishte qendrim konstant.
Ja 80 vjeç një qëndrim tjetër, që kjo parti është mirë, kjo është më e mira, pra edhe në moment caktuar nisi këtë lloj lufte. Jo nuk e nisi këtë lloj lufte, po mjetet në të cilat e nisi, se lufta mund të nisë. Por nisi edhe me mjete politike që nuk kanë të bëjnë me djathën. Unë kam vetëm një gjë. Unë jam rob i principeve, po themi, ideologjike. Qëse tu je i djathë, sillu si i djathë. Qëse tu je i majtë, sillu si i majtë. Qëse je, ku diun, ultraliberal, je ultrakonservator, je socialdemokrat. Si kupton shumë populli këto? Dakor, po ne të paktën këtë gjë, unë të paktën kështu do mendoj, do përpiqem t'i them që kështu duhet të jetë. Pra nëse ti thuaj që unë jam patriot, sillu si patriot. Nëse thu unë jam, ku diun, multinacionalist, sillu si i tillë, pra. E kuptoj. Nuk ka, se ndryshe si të merren vesh Holandës, se ti më thumë të shikoj fitim, unë jam solist ose nuk ka bërë gjë tjetër. Ose thu, shikoj, unë respektoj, po themi kot tash. Këtë lloj kodi, pastaj vepron ndryshe. Edhe ç'a ndodhi? Gjitha lëvizja ka qenë komplet jo konservatore. U mblodhen njerëzit në një stadium, u thanë që këta janë kuvendi dhe parazojmë një parti. Nuk funksionon kështu. Nuk është partia në kuptimin konservator të fjalës mbledhja e njerëzve në një stadium. Nuk është konservatorizmi dhe djatha, sharja, shpifja, shantazhi, britma, gjua hiperbolike, gjua anihiluese. Por ku është e përunjura, e matura, e kujdesura. Ora shikoj, djatha është Abraham Lincolni, djatha është James Madison. Okej, Fitim. Pra, edhe këtu u pris dialektika. E kuptoj. Pra, se vetëm partia punon kundër vetes vetë dhe kjo është. Jo, e kuptoj Fitim. Ju thoni që Berisha është fajtor i madh. Nuk duhet ta bënda atë që bëri, sepse ja kemi edhe sot. Tani, si ka mundësi që në çdo betejë që një grup brenda PD-s ka brenda zotit Berisha, shoqërohet me daljen e një grupi akoma të madh si ky, që e ka mbytur gjithmonë në këto 35 vjet këtë grupi që doli kundër zotit Berisha. Tani shiko, tani këtu kemi problem kulturor tani. Në fakt, kjo është thelbi vërtet. Pra, Berisha nuk është problem paradigmatike. Pra, po të hyjmë me themel fare tash. Pra, Berisha nuk është problem fare dhe ajo që bëri Berisha nuk është fare problemi paradigmatik. Pra, Berisha as është problemi paradigmatike dhe lëvizja e tij nuk është fare problemi. Problemi është kultura e paradigmatike e formsuar në 35 vite, cilën zoti Basha para sekondë nuk e preku fare. Edhe kjo është përgjegjësia themelore e Lulzim Bashës. Ruajti një parti demokratike në vijat që e gjeti, madje e kalcifikoi dhe mbrojtë vija dhe në fund fare pastaj po pse mbështetet Bashën pastaj? Mbështet jo Bashën, nuk e kam mbështet kur Lulzim Bashën. Jo kam mbështet qendrimet. Po mbështetet qendrimet tu Bashën, po mbështet. Jo, shiko, un po të mandej qendrimet tjera Bashën, nuk them se un kam qenë, themi thonë se berishist, pra kuptimin që kam përkrau. Ke qenë berishist? Besi, nuk kam qenë herë kuptimin që them që se un nuk jam njëri që mbroj gjuhën e sharjes, të shpifjes, të me shumë etik. Nuk i dua ato gjëra, sepse më kujtohet komunizmi, vëlla, shkruaj. Ora ne shko. Pse unë kam inat komunizmin? Sepse thot, po s'mendova se unë je miku im. Unë këtë problem kam. Po unë pranë nuk e du komunizmin. Familja, fisi, gjithë ne pranë kemi shqiptarët, pranë kanë vujt. Sepse kategorizohesh me klasë. Po kemi mendim tjetër, je klasë armike. Tani ke pasur raporte personale me zotin Berishën? Jo, personale jo. Je takuar? Po jam takuar 2-3 herë, po jam raport personale. Unë kam qenë një që e kam vlerësuar shumë. Edhe vlerësoj kontributin e Berishës. Nuk hyj tek ata që them që ai është një maskara, një tradhtar, jo, nuk hyj fare tek ata. Ti the zoti Berisha është problem. Është problemi. Fajtori i madh. Sepse fajtori i madh, sepse ai lëvizja e zotit Berisha ishte lëvizje që punoi kundër sistemit ose kundër prezidentit. Pse mbështesin? Se mua kjo më habit. Tani pse mbështesin? Sepse kultura e brendshme paradigmatike është e tillë që do shkojë drejt sa mbështetje. Shiko, cila është kultura paradigmatike? Se ka shumë rëndësi të thuhet kjo gjë. Partia Demokratike u krijua në vitin 91-92 si një front që sulmonte si antishqiptare, si tradhtare, ku diun, partinë e punës të asaj kohe dhe adoptoi pak a shumë mjetet e asaj partie për të bërë politikë. Edhe nga i pamje organizative, Partia Demokratike ju përgjigj partisë së punës me qeliza nëpër çdo katon, nëpër çdo lagje. Edhe nga i pamja e ideologjisë, Partia Demokratike filloi të zhvilloi dhe ajo një lloj lufte klasash të brendshme, pra që ditët e para. Partia Demokratike nuk që as i di dhe një parti. Shiko, ata s'po ta them ndryshe. Ka 3 kultura në politikë, nuk ka më shumë se 3. Edhe këto i thon teorician njohur Brady Campbell dhe me radhë. Një është kultura e viktimizimit, që e përdore majta. Thot, punëtorët po vujnë, LGBT-ja po vujnë, gratë po vujnë. Kjo është kultura e viktimizimit, që e ka e majta. Ku do në botë? Është kultura e nderit, më thonjza. Kjo është kultura e të fortit, që unë jam i fort, unë të rra, hajde dilëm unë duel, unë të thym dysh, unë nuk më rrifim kur. Kjo është një kulturë që nuk e pranon dot kur që mund të mundet. Kjo është një kulturë që vlerëson në kuptimin antropologjik fjalës edhe
pirjen e alkoolit, edhe lutjen e bixhosit, pra ai gangsteri që lut bixhos ai, ose ai që ka femrat e bukura. Pra kjo është kultura e nderit. Kjo mund të transmetohet edhe në politik, që unë jemi fortë, unë të rrame, mos ka, më mos të fy njëri, mos prek njëri, unë të bëj këtë, unë të bëj atë. Edhe kjo kulturë gjendet dhe kjo kulturë politike. Ka një kulturë tjetër, kultura e dinjitetit, që e shef njeriu si qenë të krijuar nga Zoti, si qenë që ka dinjitet sepse ka dhënë Zoti dinjitet. Ne po ti je njëri keq, dinjiteti ke si qenë njerëzore. Pra edhe po ti je maskara, po ti je palaço, po ti je hajdut, dinjiteti është dinjiteti i qenies njerëzore. Edhe unë nuk të shaj ty nga syri, nga veshi, nga emri, nga fare fisi, nuk merr me këtë punë, sepse dinjiteti ose qenë njerëzore është i dhënë nga Zoti. Tjetra, unë mendoj se identiteti forcohet përmes kundërshtive, pra kundërshtia është gjë e mirë. Nuk është gjë e keqe. Thot Roger Scrutoni, do të kemi atë lloj respekti për dinjitetin njerëzor, saqë edhe nëse njëri është tek kundër të gjithëve, ai duhet mbrojt. Sepse mund të jetë edhe tek ai e vërteta. E kuptova. Tani e djatha zgjedh të tretën. E djatha. E majta ka ato dy të parat. Prandaj Partia Demokratike është kulturalisht parti e majt. Kulturalisht parti komplet e majt. Pse ke mbështetur ti pas ke kjo është pyetja. Ti ke 35 vjet në PD. Kjo është pyetja më e pse kam mbështetur unë tash. Unë me thon drejtën që Partia Demokratike është parti kulturalisht e majt, unë e kam kuptuar që nga viti 2002-2003. Po deri në vitin 2003 s'kish kuptuar asgjë fare? Ja ta them, jo. Ti ishe i motivuar? Fare. Jo, kam vit 2000, jo nuk e kam kuptuar. Prandaj ke qenë berishist. Po, le ta themi po. Tani çfarë kuptova unë? Edhe pse për krah fort, edhe pse unë ende jam në Partinë Demokratike, le të themi në formë mënyrë. Pra unë atë do votoj, nuk diskutohet. Më fal, për kë votove? Këtë herë. Po. Shiko, këtë herë votova për miqtë e mi, votova me emër personal, votova Plumë Seferi, shkolla Mabeti, po ta them kështu tot fare. Po pra PD. Po. Kështu që Plumë Seferi. Po Plumë Seferi, po. Ai asu bës. Pas ka rëndësi, po unë e kam mikë dhe e çmoj dhe ishte edhe kundër qeverisë. Pra unë normalisht do votoja kundër qeverisë. Mirë, megjithatë ai është i djathtë, do të thonë është i PD-s, ti ke qenë brenda standardeve. Tani që ta shpjegoj pak pse kam përkrahur Partinë Demokratike, duke ditë që është parti kulturalisht e majt. E kam përkrahur sepse ka qenë e vetmja parti që ndonse është kulturalisht e majt, ndonse ka dhe komunist vetë mbrana, ka lloj njeriu mbrana vet, prodhoi një gjuhë antikomuniste. Edhe na krijonte mundësinë të flisim si antikomunistë, na krijonte mundësinë të flisim si konservatorë dhe si djathtë. Pra në Partinë Demokratike po folën si antikomunist, po folën si djathtë, si konservator, nuk sa njëri. Pra vetëm kjo ishte. Kishim mundësinë që në këtë formacion politik të artikulonim siç ne mendonim se është e djathta. E kuptova. Kurse të pastaj nuk e bën të gjë. Do kemi vetëm një ndërprerje publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Shumë interesante biseda. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë shpejt kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Diela Shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Jemi gjithnjë me Fitim Zekthi në një rrëfim me të vërtet të rrallë, për herë të parë ka treguar për jetën e vet, jetën personale, me disa detaje që me të vërtet janë shumë interesante. Ai është natyrë modeste dhe nuk se ka shumë dëshirë. Më thon drejtën, më vjen sikletë se nuk duhet të flas për këto gjëra, si di se kupton burrë. Ai është pjesë e trashëgimisë familjare. Ato janë pjesë, sigurisht janë personale dhe familjare, sepse ka janë pjesë të regjimit. Në Shqipëri ka ato njerëz që janë përsekutuar në mënyrë shumë më të egër, janë vrarë, kanë qenë për kampën, janë varur fare, domethënë. Kjo nuk do të thënë që unë është i pretimi, po nuk doja të flisë për këto gjëra sepse thashë. Jo, asun se kisha programuar. I bie sikur po erdhi pra sikur po luajm kulturën e viktimës dhe ne domosdoshmë. Jo, nuk ka lidhje. Fitim. Kishe pritshmëri që Partia Demokratike të fitonte? Këtë herë? Po. Jo, fare. Bile unë më thon drejtë nuk kam patur as në 2021, nëse do të dish më. As 2021? Jo. Se aty ishe pak u afrua shumë po. Madje në një aleancë me LSI, nëse do ishte një aleancë fair. Po, u afrua shumë po. Mendoja, unë kam menduar gjithmonë që Partia Demokratike ka një problem serioz kulturor, këtë kam menduar gjithmonë, por ky problem kulturor është i ka koshur, do të dim diçka që
shqiptarët, unë e kam bindje, ndryshe nga që mendohet janë të majtë, nuk janë të majtë, e para njerëz nuk janë as majtë as djathtë, njerëz janë njerëz thjesht, po kulturalisht shqiptarët nuk janë një popull që duan këto vlerat ideologjike të majtës. Jo. Shqiptarët nuk duan as gjuhën e arrogancës, as gjuhën e prepotencës, as gjuhën e sharjes, as gjuhën e fryrës. Po i gjen këta djathtë në Shqipëri apo fitim? Jo, njerëzit për mua njerëzit po të jenë tek e virtyshme, po të jenë tek unë mendoj që shqiptarët e duan drejtën, pavarësisht kusurit që mund të kemi ne si njerëz, e duan të mirën, por nuk ju është ofruar kjo gjë dhe nuk është kryer ideja sikur populli është i keq dhe populli blihet dhe korruptohet, populli është i majtë, populli me radhë. Jo, populli nuk është e parë nuk është zemati i djallës, populli është popull. Është gjuhë e poshtë që thon populli i PS-s, populli i PD, populli i djathtë, populli i majtë, nuk ka popull majtë. Do të jeni kundër kësaj që thonë që populli shqiptar voton majtas. Sigurisht jam kundër. Ka një problem. E kjo është prapë kulturar. Partia Demokratike e Shqipërisë. Ka thënë Bujar Lako atë Rahmet Pas që ndrit shpirti atje, do të aktor i madh, kur ishte kandidat për deputet në 97 në Tiranë e Re, nëse të kujtohet, mori 27%. Edhe në mos këtë isha tha, do kisha marrë më shumë tha. Dakord, po unë mendoj se u kornizua gabim çështja e propozimit të elektoratit shqiptar që në vitin 92. Pse? Partia Demokratike e atyre viteve e propozoi të djathtën si partia që mbron 28 nëntorin, kundër 29 nëntorit, si partia që është kundër 5 majit, si partia që është kundër disa simbolikave të luftës partizane të Partisë Punës. Po nuk është kjo e djaththa. E djaththa këto i ka kategori të 100 atësajat. E djaththa është të mbrosh lirinë e pronës, të mbrosh lirinë e jetës. A luftuan të djathtën në luftën e dytë botërore? Luftuan. Që është temë tjetër, shumë e madhe. Jo, dua mendimin tënd. Do të thënë bashkëpunuar me pushtuesit apo jo? Nuk e quaj bashkëpunim me pushtuesin, që sot do mendimin tim, nuk ka qenë bashkëpunim me pushtuesit, ata u përpoqën të mos bën pjesë e luftës civile dhe në disa raste kur u sulmuan, kur u bë lufta civile, kur forcat partizane ju kthyn pushën e tyre, disa prej tyre zgjodhen të mbrohen duke bashkëpunuar me qeverinë e kohës, që ishte qeveria qoftë Mithat Frashi, qoftë Recep Mitrovici me radhë. Pra nuk i quaj bashkëpunëtar. Tani un kam dhe një pyetje që po ja bëj njeriu të duhur. Sepse të djathtët që nga 44 e këtej kanë bërë gjithmonë fajtor të majtët, ata janë që ne s'jemi në pushtet. Tani e pranon këtë Fitim Zekthi që të djathtët e braktisën Shqipërinë 44 dhe ja lanë terrenin bosh? Po, kanë një përgjegjësi, jam dakord. Pra, këtë e pranojon që kanë një përgjegjësi. Të që ishin Veroxhën 44 tani, ata ishin më të arsimuar. Ishin të pasur. 44 është pak vonë, po 43 ata ishin më të organizuar, më të armatosur dhe më të shumë në numër forcat nacionaliste. Por forcat nacionaliste nuk kishin atë lloj sublimimi për pushtetin e nesërmë dhe nuk donin të hynin në luftë civile me partizanët dhe kështu që atë punë gradualisht e lanë dhe shiko, po ta shohim historinë tamam fare ne, edhe nuk duhet i idealizojmë ata se kanë qenë patriotë më të gjitha, ka patur brenda atyre formacioneve. Mirë, po flasim për Mithat Frashin. Ai ka qenë një patriot. Ka qenë një burrë jashtëzakonshëm, por ai iku sepse e qenë me Vlora iku. Sepse situata u bë mbyt. Me Di Frashi iku. Roland, në vitin 1944, në fund të 44-s dhe fillim të 45-s, për forcat nacionaliste u bë pamundur qendrimi i Shqipërisë, sepse forcat partizane e kishin fituar davane. Bën mirë që ikën? Do ekzekutoheshin, nuk mund të bënin dot gjë. Po të rrinin. Nuk mund të organizoheshin? Në atë moment jo më. Ata do duhej që në vitin 43 ose edhe më herët. Më herët se të dëshmoheshin që janë faktorët themelor të rezistencës. Këtu bie dakord. Pra duhet të dëshmohen që janë faktorët themelor të rezistencës dhe aleatët anglo-amerikan të mund të shikonin këta si faktorët kryesorë të rezistencës. Të mirë arsimuar, të pasur. Po këta patën një lloj pasiviteti. Patën një lloj stepjeje edhe forcat partizane, edhe me shumë çka tjetër nuk ka rëndësi, u panë si forca kryesore rezistencës antinaziste nga aleatët. A është përsëritur fuqia politike e të djathtëve pikërisht në këto momente me 4 mandate në opozitë? Pse më duket mua Fitim sikur është e njëjta gjë, sikur jemi 44, por sigurisht në një periudhë, në një epokë tjetër, moderne, nuk ka lidhje kjo me vendosjen e komunizmit. Mos ta ekstremizojmë. Po 4 mandate në opozitë? Ashtu i bie, domethënë, që është një situatë shumë e rëndë e djathtës. Kjo tregon në radhë parë që kjo e djathtë. E para nuk është e djathtë, e dyta ka dalë nga të qenit alternativë qeverisëse. Shiko, ose është depolitizuar. Çfarë thotë depolitizuar? Partia Demokratike sot është depolitizuar sepse ajo nuk i fiton dot zgjedhjet. Duke qenë se nuk i fiton dot zgjedhjet, nuk marr më as llogari ndaj votuesit vet. A thotë ka fajin PS? Po gjeni minor të tillë. Pra nuk jep dot llogari për rezultatin. Ky është problem se edhe PS nuk i humb dot. Edhe ajo nuk jep dot llogari para zgjedhjes, sa ai ka fituar, nuk i humb dot zgjedhjet. Fituesi nuk
Rama nuk mundi humbë, Berisha nuk mundi fitojë. Në këtë pikë jemi sot në Shqipëri. Kemi qenë me kohë, por mas 2021 u bë qartë. Unë mendoj që edhe me zotin Basha ne kemi vujt këtë lloj problemi strukturor ideologjik Partisë Demokratike, pra kulturor. Partia Demokratike e Shqipërisë duhet të dalë nga mendësia e viteve 91, 95, 96. Nuk ka diskutim. Si nuk vendori Lulzim Basha një politikan i ri, këto janë dobësitë e Lulzim Basha dhe Lulzim Basha besoj e ka mbyll kapitullin e karrierës vet politike. Ku është tani? Nuk e kam ide, nuk e di. Ka ikur në Holland? Se di, nuk e di. Nuk e kontakt. Ja, nuk është. Shiko, është krijuar një përshtypje e gabuar në Shqipëri se kur unë kam qenë në një njerëz afër të Lulzim Bashës, unë kam qenë një demokrat shumë i vendosur, edhe mbetëm një demokrat shumë i vendosur që kam pati bashkëpunim me zotin Lulzim Basha kur ka qenë kryetar Partisë Demokratike, kam qenë antar kryetarisë, kam kandiduar në për deputet, po jo se. Cili është vendi në histori i Sali Berishës? Shiko, ai në momentin e parë është njeriu që udhëhoqi, le të themi, me tjerë, po vetë kishte forcën kryesore të Partisë parë opozitare. Kjo nuk diskutohet. Pra, kryetari i Partisë parë opozitare në Shqipëri pas kryetari i parë ishte Azem Hajdari, po kryetari i dytë. Azem Hajdari është kryetari i komisionit nismëtar. Po, ai quhet kryetari i parë, nëse do bëjmë historikun, ai ishte i partisë, komisionit nismëtar. Partia kryetari i Partisë Demokratike. Ta themi në një farë mënyrë, domosdoshmë, shiko, se Berisha çoi në zgjedhje, drejtoi fushatën e 91-shit të ose për ta bërë fjalë ndoshta. Azem Hajdari ka vlera të tjera. Lideri i lëvizjes. Është lideri i Partisë parë politike opozitare në Shqipëri dhe është ai që drejtoi fushatën e 91-shit, fushatën e 92-shit dhe ai që, si më thon, pas 47 viteve rrëzoi nga pushteti Partinë e Punës së Shqipërisë.